Pasione. Na jena në gjendje mi dash 2 fëmijë njëkohësisht. Edhe prindrit e ton njëjtën kohë. Edhe 2 shokët njëjtën kohë. Na jena në mundësi mi dash të 2 partnerat njëjtën kohë. Biologjikisht jena në gjendje. Por sa na kushton ajo fizikisht, mentalisht, emocionalisht, ajo është tjetër për që ato nuk preferohet me ndodh. Unë e thash, kishte me qenë mirë një nga një, por që s'ndodh, ndodh. Edhe për që mundet. Ato po ju siguroj se mundet. Nëse ti mundesh mi dash 2 fëmijë njëjtë, barabar, atëherë mundesh mi dash të 2 partnera. Po, a është edhe dashuria ndaj fëmijëve e njëjtë, se për shembull shpesh Dashuria do tash na përzihet ego, nuk ka të bëjnë kja punë. Na thojmë e dojmë partnerin, vetëm një partner, kjo është çështje egoje që për ofat, le të na shpjegon, është Nuk e di që ka dojnë çështje ego. Jo. Edhe nuk e kësha parë për shembull dashurinë e fëmis, me dashurinë se e di qysh e ndjej për fëmijët e mi, kështu që unë Po, Antigone, për shembull, unë gjithmonë kom thonë qysh kom e ditë me dallu dashurinë e fëmijëve. Jo, a di çka po më shë? Për shembull, veç dhimbjen edhe ndjeshmërinë, se për shembull, ka fëmijë që janë më shkaft, ka fëmijë që janë më pa shkaft, edhe kështu që mundesh veç aty me i dallu që njëri dhimbet për diçka tjetër, tjetri dhimbet. Po ç'është dhe partnerat atëherë. Dhimbet njëri më shumë, njëri më pak ka bolloj hiç. Po ajo, mendoj që Antigone tha, nuk preferohet me ndodh, po a mendon që për shembull ata persona cilëve nuk ju ndodh kjo, ka një lloj e stopojmë veten? Dëgjom, na kur jepemi emocionalisht, ajo është ekstrakti i energjisë tonë. Na kemi të lifar energji që prodhojmë, na jemi antena, na prodhojmë energji. Kur na prodhojmë energji, që ajo është maza e komplet asaj që na jemi. Ta shti kur qatë mazën e dashnis, qatë ekstraktin, qatë më të vlefshmen, e ndanë 2 pjesë, asë njënës pjesë nuk kemi ani lezetin, ose që shme thanë, nuk kemi kuptu tamam.